Ata që na akuzojnë do të marrin përgjigje në 18 qershor, ashtu siç e kanë marrë gjatë këtyre viteve. Kështu i është përgjigjur kreu i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako akuzave të ministrit të mjedisit Lefter Koka. Për ne e rëndësishme është i shërbejmë qytetarëve, janë qytetarët të cilët na vlerësojnë punën tonë dhe nuk merrem me llafe, po merrem me punë. Përgjigjja jonë për çdo akuzë që bie është të shërbejmë qytetarëve, të cilët e japin përgjigjen e tyre siç e kanë dhënë 3 rrjesh dhe siç do të japin më 18 qershor. Këtë deklarat Dako e bëri gjatë çeljes së gjendjes civile në Ish-Kënet, ku i pranishëm ishte edhe ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri. Banorëve të Kënetës ju duhet të bënin disa kilometër rrugë për të marrë qoftë edhe një certifikat të thjeshtë. Ky është eksaktësisht shembulli se si mund të vihet, mund të premtohet për qytetarët, mund të ketë lloj-lloj përbetimi, në çdo fushat ju vinë nder, me çdo angazhim, me çdo premtim, por kur vjen puna, qytetarët janë ata që harrohen. Kjo është Shqipëria që lan pas, dhe kjo dallon shumë nga Shqipëria që po ndërtojmë për të ardhmen, nga Shqipëria e gjeneratës tjetër. Sot, mbi 40.000 qytetarë, të gjitha shërbimet e gjendjes civile i kanë këtu. Kjo zyrë këtu mbrapa është shembulli i të shkuarës.